Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë shikues të nderuar të emisioni pa titull në TV Arbrin. Fillon pra prej orës 6 me këtë emision. Sonte mysafir me neve është një showman që këgjë moti në sken, edhe çka është e mira të mirës të ky person është shikor se ka ndryshuar as stilin, as mënyrën, as përqeshjen e sanave të këqija negative të na, është top kënd të përmend këtë din për gëm bëhet fjalë. Pra sonte me neve këto është mentori a.k.a. Shuki për ndryshe. Shuki, faleminderit për kohën që ke gjetë me kohën pjesë e këtij emisioni. Se vallaf njëri momentin të kallzuar para se me një studio që i kum po do klipet e emisionit që shkurta online do. Edhe se kum po që më shkruaj më ditë pse, edhe vetë ta kum po. E tani qelloj që edhe moti se na po edhe që profilin e emisionit e kishe pas mysafir më herët, pak a shumë referoa në çato që është nacim konë. Shuki qa ka të reka Shuki? Qa ka bën Shuki përveç emisionit diçka tjetër? Një 6 fëmijë kam, 2 me një grunë e parë, po të tjerë kam me një. Jo, po më nuk ka kur shumë diçka që ka ndru, po më ka ndru shumë sene, po realisht në esencë edhe në që ato që e bëj jo shumë, se është tani më vish bëhet pjese e rutinës ditore, thash që ka bo radio, jem paper, edhe bo si radio tash emisioni është bo si pjesë që terapi, po thëmë, ku po shkoj edhe i qoj gajlet të mijat popullet që jenë baka shumë të njëjta të njerëzve, edhe tu baravat me qëtë rutinën ditore, që është në re është të kjo teknologji edhe kjo rrjedhje e lajmeve pa fond që është stirë me tretë ka nere. Po të një të ngu, po është edhe material që me këshyrë për asoj kamerës dhe perspektivës që është pak ma një farë humori zi dhe një farë cinizmi që e kom postë në kohën të instalu më përna vetës edhe kulturës. Fokusi e ki posë gjithmonë humorin zi edhe që të farë problematikat që në balavacomi si komunitet njeri, si popo. A ka ndryshu heqa jo? Për kënd vështrimit tënë? Po njeri, po një dallim e kena kështu të nësi vënë që jena përfolë si kolektiv është që se përsërisim shpesh, edhe publikisht, po edhe vetës më jam përsërit janë që danë shaja e civilizimit edhe e emancipimit është funksioni në kolektiv. Kur unë kom kujdes për ty, kur unë manin, ose thjesht kom empati, ose kom kujdes, e ju me bo qatë duone, kur duone, edhe who gives a fuck që ndodhë me këshinë, ose me ato. Qajo është pak që duhet më nej më konë, vedia pak më e në altë, për ndryshe, s'ki qare pa ndryshu, generalat ka ndryshu, teknologjia ka jetë shumë për para që e bënd vetën, edhe na duhet bashkë me to me jetë, me takat. Ti e shkollë e vjetër, teknologjia është sa një ri për neve, ki mujtë me hi në tripa teknologjisa jo? Jo sot duhet njëri, jo sot, po flasë edhe prej onës me monetize, me këtyn pare, s'ko mujtë më kopë në momentin e dunë, nështë ta ju më kopë pak parakohë, edhe se shkolle vjetër po pak parakohë, ta shtë të birifje, që je kam bo njerës që i kanë qëllu në momentin e dunë me TikTok, me platforma tjera, po të njëjtën kohë unë si tip jem tepër kurioz, nuk është që jem gig edhe që marrok shumë teknologji, po jem i fascinuar me ato që është nuk duhet dhe vish pe konsumoj edhe pe absorboj, me thotë çdo ditë më shumë, se mundësit janë pa fond, po është janë sene që unë po më me ma lehtësu punën tem atë. Pikërisht. Edhe po përdori për çfarë? Jo për nëjsa tjerë, po është gjuna danë që si kena ka 200 vjetë jetë, se jem kurioz me fasja komentarë. A kështë pas shef? Po. Kurioz, po, po e kom një farë ideje që nuk kom konë e sene mirë. Po, s'ka me konë përfundimi mira ja. Kur qysh? Për ime? Ja, me qëfat. Po me nëjë se tash edhe filmat Amerikanë, me që të sistem të Amerikës, sa këlla mirë nuk përfundojnë. Po jem kurioz me pa njëri. Ajo që po më brengos ka njerë është që kena një nuk ka shumë originalitet, si s'ka pas kërë, edhe individualitet, po është një farë dhe i shabloni, pa marrë parasysh që nuk do këtë se është i tipi 3. Na së për identifikojmë se s'kena po ma hedhër. S'kena di qashtë. Po nuk ka den për dalim, nuk ka ambicie personale, nuk ka drive, nuk ka një farë, edhe nuk ka një inat me vetën për me që vetën edhe kulturalisht, po edhe vetë dijen next level. E pse, është puna teknologjisë, a puna e monotonisë, a qka shumë problematikë? është keq për ata që jetojnë që të kohë dhe kanë me jetuar të ardhmë, na kupton se na sado që nuk i kena pas kushtet edhe kena rru me një sistem paralel, po them një farë undergroundi që u kon më shumë rezistencë se mësim,
Jena kom të një unë tjetër. Jena kom një tjetër, po edhe me vetën në di nisë me vetën, ku që jem konë, që kom udhëtu, që kom shku, që kom punu. I natin ambicin e kom pas me vetën që edhe i kom ja vetën si farë motivimi për me mri me një nivel tjetër që më konë, që me ditë ma shumë. Pra, i më konë kurios edhe pak ambicios. So doze shtunosh ambicios, jo asë gjelozije. E që ato është një sanë që s'ka, shpesho. Do me thonë, ti e jep dikujna qatë që e ki, që është bëha kia ma i ri, e jep një laptop ose një iPad, e len dhe ceta i shlypë më kur gjo, as me vetës, as me teje. As me hongër, as me bje. Nësta me teje po me vetës jo. Dhe me thonë, është happy me qaq, në qinë është ta, s'me di, atë nuk i këmëron fje. Mo ti në radio, si moderator, ka gjë një kohë edhe pe urbanit, nëse sa i ka 25 i ka bo. A e vren, që të marrë verë, sa vjetë. Jo, la nuk e marrë, Sërëzësht. Dalimi për asaj kohë, se di në urbano konë shumë old school, me majtë emision, po mënej teknologjia, u konë një kompjuter e ki pas, edhe kryesisht këna shku me CD-a, me shu kongë, edhe u desh me di qëfar kongë, në cilin CD është cila kongë që me mujtë me shu. Sot është komplet jetër që the pak më herët teknologjia, gjithë shka. Ape ki ma det, ape ki ma vështirë, edhe puna tematikës, sot ka loj shumë sa në krasë me ato për para. Që njëre, unë këma, se provë faqën për qatë ku, edhe sidomos për qato mas luftë, pas 2000 e plus edhe për urbanin përgjithsi, po dalimin mes atërë edhe tashë që ajo krejtë u bodë, më thonë, si qëllim më konë me ndodhë dhe shka jo profite. Pra, o nisë për një... Urbanizm. Do më thonë, nameni unë për veti, me një moment e kom kuptu që jo me një urbanizm, s'ka lidhje me urbanizm, po qatë që o konë një lëvizje që e kena ditë qërë njërë, na e kuptu me 2000 që këj vend tash është i joni, na e s'kena ku me shku. Edhe duhet na me bo për veti. Kështu që që të bojna mirë me qatë sa dim. Qatë sa dim, që kjo është limitës. Do më thonë, o konë ideja me kriju diçka që mas nëjena që ajo mu shumu e jo profitit. Për dalim për studit, ku qatë që njësët bëhet për profit, edhe matematikat edhe algoritmi janë qëllimi kërësor e jo... Jo qëllimi. Exact. Edhe jo që me thonë, jo që aja që jetë e bo. është të cilin industri që ashtu, jo veç radjeri. Po për ndryshe unë të thashë ma herët, fillim që unë jëmë të munu që zhvillimet e fundit dhe hezin që ka marrë teknologjia me përdor për benefit temin, për mu informu, për ma letu punë, me bo një dizajn, një playlist, një diçka. Tematika në radio i ki ditore, po në që të ditë ka emision. Daily. Po, edhe material kime bollëk. Pa fond. Kime bollëk se asë një radio nuk folin për senet mira që ndodhin, se nuk i shojnë të mira veç të këqijat. Po, së është dhe radio, është algoritmi që servan. Po dhe, deshës që kjo. Apo ki të lashe, mu kapën diçka, apo ki nej problem diçka, ki qka dush. Ja, nuk unë jem ku për fillimit, edhe nuk është durën zamë në folë drejtë, nuk është ku pas e presionit në herët madhë, ose kur për i kërkujna që atë që ku mbo. Po për problem një se, po nervozona më përgjithsi se është si, se cilisa njëri, nëse për para ka zgjo 3 dit, ta shpiko 3 minuta. Edhe it's off, vjen lajmi tjetër, edhe po hup fokusin shumë shpejt, se është një vëllim qash i madh i informatave të orë qash shpejt, so që së një tret. Së një tret, nuk më është një tret me 2 orë emisionas me 20 orë. Edhe njerës, do më thonë se, edhe qashtu pi hup koptimi dhe të vërtetës, që është dash më konë, po më nëj se cili me thonë vërtetën, më konë media për që ato je, ka shumë. Me shpalu sene që jënë si mjegull edhe me kaldu realitetin. Unë e menaj. Jo me rejt edhe me po propagandë. Po është qaqë shumë vëllimi i lajmeve, so që po piu vlerat vërtetës dhe masë nuk po dijet qa është for real dhe qa është fake. E tash, teknologjia që ka pru, që është edhe ma shumë problematikë, është që deri ditën e djeshme, nëse s'ka besu dikush për diçka, këtë thonë, qyre vida mirë. E tash, s'punë është një avuaz ashtu, se janë deepfake, o video që bojnë njerëz me ftyrë tone, edhe që majnë emisiona, është ambëllime po çfarë zhvillime ka. Kështu që është një kohë njëri që s'ukon ma s'ka pas ma herët që me ditë me s'ka me krahasu, se s'kena pas president që me thonë, kështu që është këtë e re. Edhe të po të bot, ashtë të qave po. Do thonë një gjenerat interesant, për një farë sistemit, kena halu, për para historik, në luft, mas luftës, teknologjia, ka që është
Ko që janë ngarkesë për neve. Gjenerat me traumat më roja dan, atë cilat jo që nuk i ka shnosh, po s'kam rrimi folë, se menjere ka godit një traum tjetër. Bra. Okej. E ato, se cili njëri e ka pak, dhe është natyra njerëzve, që sanë që traumatike. Arsyetu me pruna që saj kaosi që e kena? Unë menoj që s'ka arsye, për s'arsyetuat nëse e bën një stand keq, apo thënë. Jo është që s'dina, po thënë ma. Unë menoj që ashtu, kolektivin mund shme arsyetu, vetën jo. Vetën jo. Edhe për çfarë të qetë. Kolektivisht, unë për shembull, kur flas për institucione, nuk kena pas qysh na mi voa mi për përvojë. Edhe po, është qartë. Edhe maslina është e mos besimi që kena me nana vetes për institucione, që kena pas 10 vjet pauzë, 90-ta një kon kit underground, një kon kit sistem paralel. Do na e kena konsideruar dhe konsiderojmë ala sistemin si armik. Armik, edhe nuk i mojnë parë bankën e vjet, banka i mojnë në shtëpi. Edhe nuk shkojnë në gjykatë me kena kanunin, nuk edhe i kena ashtu sistemin që na kanë me për atë, që fatkeqësi njëri. Edhe vyni kohë me kalu për mi pranu që do që jenë tona, dhe për mirën tonë. Jenë tona, për vete kena. Ka ndryshu që shka ke ndryshu te, ke ndryshu one, ke kena ndryshu për një farë periude. Edhe muzika ka ndryshu ka gjashon. One s'me mujnë me gjithë vetën, s'me mujnë me ngud senet e reja. Ti që shikaj për balan? A ka përqenë kongë të reja? Kratë si krason me senet e 90-ta? Për dashtim varët dhe qa dhe qysh, po për shumë dhoni që jem ko që i hapën me shije muzikore, me besoj muzikë mirë të keqe, nuk kam shumë kufizime. Po, besoj puna e muzikës e kulturës është një farë rejtë rritësjes që silët. Tash, of course që ka këtu detajet të reja që një, po besoj esenca e muzikës është qaja një. Edhe kaluse besoj. Kaluse kjo? Po, besoj që është kaluse. Po gjithsesi ka njerëz caktuar të cilët shpërthejnë, janë të bosane shumë të mira, projektet mëdha janë, për shembull e sheti, çfarë që ka ndodhur Coachella, çfarë performancë apo ka, çfarë skena, çfarë zërimi, çfarë, atë po flas në botën normal. Po s'po ka më albume që ka pasur. Nuk ka. Këtu te na, jo. Te na mo hiç, te na zgazet s'ka. Jo, këtu te na janë të bëu pra më të vogla të këngëve të kalume. Atë ka 1 minutë e 28 sekonda një këngë, që realisht edhe për kur e postojnë nëse e publikojnë këngën menohen a është sezona verës a e dimnit. Që që thash ma herë. Sa për verë, sa mbjeton për dimnit. Po, atë, thjesht pak për një artist që i thot vetë artist është pak fucked up. Atë. Se unë s'po them që domosdoshmërisht do të dush me bo, por nëse ki kapacitet njëri e bën një mixtape ani, diçka që është pak më gati 2 minuta me të pa dëgjues edhe që e for real. Moderimi, kanga, urbani stili, urbani qytetës, diçka. Puna e shumë e tjere? Që një ko nuk je? Jo, që që një vjetë, që pa dhe më thonë se është ka nevoj për material, po ne është ka nevoj njëri me shumë materiale të reja që edhe kom bo të kërkon shkrujdan. Që të isha mu lidh. Po. Që të isha mu lidh, që për ndërprej, kërkoj falje. Puna, kër vjen të një stand-up komedi, se që ka do. A do të mu para pregadit? Unë po, ka njështë që edhe s'ka nevoj heq, se heqa staft, po unë për veti, zakonisht kur e bëj një farë një orë që mundona me nëzirë, kur e bëj stand-upin, mundona me kallëzu, me marrë me tema, edhe me fenomene, edhe për që ato sene, i tjere, që menoj unë që du të më tjere, edhe zakonisht... Me qësoj kosa, po? Po, me qësoj kosa. Edhe këto e në material që editohen me kohë, dhe më thonë që për shumë sot shkruj diçka më të nga mas njove, e ndreqe, për shtatin me diçka tjetër, dhe me bo që ato lidhjet. Unë e kom një farë procesi, që mas njëna për më kohë sa ma nice dhe perfekt edhe i pucit, që me thonë, sa e kryesore, e inqizoj audio, që ata e ngaj, se kur e inqizoj, audio të inqizu, ti e mësër baka shumë, je narrative në din ka po shkan. E mas njëna ngaj vetën që po t'i ngloj, si audio program, edhe mas njëna... A kryesisht komedi e zez? është problematika që e balla shumë në studet? Po, është perspektiv dan, unë e kallëzoj qysh e shë në mënyrën ma brutale dhe që tegër natyrës teme dhe kamerës teme që e shë botën. Për dallim që folin radio që du nga më kohë pak më i përmbajtun edhe në vene tjera. Po, stand-up është një platformë që është crazy kejtë që ka njerë edhe po kesh kuptuat, po unë aty, nëse unë nuk jam aty, që me thonë, nëse nuk ta provokoj ty, inteligencë, moralin, ndërgjegjen, këtë sanet me qatë material, unë e kom dështu, unë vitas edhe Barsoletas, ka një ziralzojt, po unë smoj.
se s'jam i mirë që ata. Po, jam i mirë që në qatë narrative që ja jepe që shpesh ere gjën të menojnë për nuk e thojnë me zonë. Po. është problem. Edhe menoj që ajo është qëllimi i stand-up, po është një platformë që është kaq sinqert njëri se sidomos kur e bën jashtë teatrit, e bën nëpër night club ose bare, aty e ki publikun që aty në parë dhe reagimi vjen me një herë. Nëse je bullshit kanë me thonë se po jo, kryesisht çu ka qenë reagimi? A kanë keq kuptuar njerëzit, a është problem me kuptu? Jam menoj që jem kaq updated dhe publiku jo vetëm Kosovë, po edhe Shqipëni, edhe në Shkup, se Maqedoni vende tjera se më konë. Po ku do të shkojmë shku edhe në qytete tjera edhe në Gilan edhe janë fenomenal. Sa shkoj ka njerëz të ri, që është sani kryesor. Bravo. Kështu që më jalon fort publikut, mendoj që është një ofendim. Se mund të thonë se janë gati se s'din ata se unë mendoj që publiku i këtu janë super gati edhe updated deri me këtë botës, po ideja është të çaj që performuesi ose artisti ose njëri që e mos stand-upin, se komediani me deliver ose me dorëzu ç'është duhet. Po. Dhe që më kon nice. Kur u kon hera para, a moment stand-upi i parë kur u kon? Unë që kon kështu proper u kon hamam e kom bo. Po Dardan Islamo me moje edhe e pa të bëni natë 2-3 veta. E mos nena kom bo çdo 6 muaj janë. Ka e kuptove. Unë jam qyrë të njëtën, po më okay. Edhe të më koni po një provokumë, më ka pëlqy qaj zhondri i komedisë dhe i performansës. Për dallim prej radios edhe televizionit, ku ti folë, po ata së të folën, këto është rasti, është kontakti, feedbacki që atë edhe është dhe më konë brutale. Ka njerëz që vish, kia me dollë me qëllim me ta prish të shfaqen me të bolat. A shumë do me thonë se më shumë kur e thunë një sana dhe keshim publika me njerat stimulon shumë bandera me vazhdu. Qaja ta hep ty atë kikin, hajnë që thujnë që e njek. Po është që ti e din se vetë e din që është kena, po shumë, baba. Është kënaqësia më e madhe në botë me një moment den kur e sheh një publik që është ka të përcjellë me vëmendje dhe është vizualizuar që ti je të fol. Okej. Edhe një farë hipnoze llojit vet, që mas nena ti e din që i ki në dorë dhe mush mi vozit ka dush. Mja jetë, e që ajo është priceless, që ajo moment është që ajo lezeti kulmi për mu. Tash normal që s'shkan gjithë qysh e paramenon të edhe ka me pas probleme, po kryesisht dhe më thonë është që ajo që më ka majtë mund në qatë skeqe e bëj për vete. Kjo gjithë të vinë më koni pasën si në të fonme, si në lidhje, me lidhë temën, për një temës me kësyn temën që më ju bashkan gjinjona me tjetërën. A të leme në kuptu kja që do të më konë shumë i ledzushëm? Informu, edhe kurjez. Edhe kurjez. Po, edhe më koni sinqert një, se një sen që nuk e hanë publiku, si të mos, kur i e në shfaqe live, është jo sinceriteti. Jo sinceriteti. Edhe që ato koft, edhe i kesh më konë, më konë qash ma i mirë i mbot, mos më konë forja e mirë, mos më konë punchline i mirë, sinceriteti e më lanë këtë ato. Se at least, pa ka dzorë cara, nuk përpunosh me nga rajt. Se na jena gjenerat që na kanë rajtë njëtë njëri, edhe na kanë fali. Ka tu kejtë. Edhe mas dhe na urritëm paka e bomë që, what the fuck? S'ko ka qërë që shtë në ka dole vishë pak se. Kur pritët mja njësë me? A e ki planifiku e qaja? Jëmë të, të në kohën shkruj, po e kom në nërë materialin, po anyway, pipritoj ka njëherë se po të buna me mi bo, për me bo mirë, du mi marë këtë në vetë. Shme thuj mosha? Jo e mosha, jo, du të mi bo saj këtë në vetë, po folje që po duhet shumë punë njëri. Po duhet vetë këtë, po. Këtë po ti si ki menagerin kështu me kontaktu një? Jo, nuk e kam. Kësha pas qef me pas, po nështë asë e bojnë një farë inteligencë artificiale, kështu që subscription edhe mirët folë. Ju lutem prit një agentin sa të lirohet. Po jo kështu se kam dikon që s'jam ala që as mainstream. Shukje, faleminderit shumë për kohën, na veç jena në fund të këtij emisionit, për me kja kënaqësimet pas mysafir gjithë, sa herë këm pas kontakt me ty, si mysafir në Radio Agnena, top. Faleminderit ty njëri. Sukses. Thanks. Shikues, ka që ka personte, shimi në emisionin e radhës.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.